Përshëndetje, sot po e përgatisim baklavën dhe recetën më të kërkuar baklavë e Azerbejxhanit, një nga recetat më të kërkuara nga ana e juaj. Shpresoj që do ju pëlqej. Filloj me përgatitë brumin, edhe për brumin na nevojiten 2 vezë të plota. Edhe një e bardhë e vezës, të verdhën e vezës do ta lë anash, sepse më vonë do të na duhet. Vazhdojmë shtojmë përbërësit e tjerë, një lugë të mesme sheqer, një lugë të çajit kryp, 120 ml qumsht, 60 ml gjalp i shkrir, edhe tash i përzim pak që të fillojnë të tëriten. Shmand ose ajk, 180 gram. Tash po e përzim edhe po shtojmë miellin. Fillimisht do të shtoj pak miell. Edhe këtu përdormi edhe maja buke të thatë, një lugë të çajit. Kjo është receta e baklavës së Azerbejxhanit që përgatitet me maja të bukës. Unë shpresoj që edhe kjo recetë do të na bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme sikur krejt recetat të tjera. Pra, vazhdojmë me përgatitjen. Brumin kena me e trash derisa të na bëhet një brum i fortë. Pra, brumin nuk e lam të butë. Edhe une do ju them krejt në total sa gram mu kanë dash me përgatit recetën, pra rreth 600 gram miell, po tash miellin varet se sa ju shkon për shkak të masisë së vezëve që do të përdorni në recetë. Nëse unë them 600 gram, ju pastaj shikone, nëse ju bati but i shtoni. Brumi duhet të jetë kështu si në video. Po e ndjeshmi pak për 2 minuta, edhe e la me pushu brumin 15 deri në 20 minuta. Pasu brumit të pushoj, edhe vazhdojmë e përzim, pra e ndjeshim edhe për një minut, edhe nuk e dija për e vrejni se brumi sa i mirë është bo. Kur brumi pushon, pastaj më lehtë kena me përgatit recetën. Vazhdojmë ndajmë pra kuleç. Kuleç duhet i bojmë në këtë mallësi. Jo sikur kur përgatisim baklavë tradicionale shqiptare. Vetëm 2 kuleç i kam bo pak më të mëdhaj, kët edhe kët. Pra mund ta vrejni kështu ndryshimin, shikoni pak më i madh, një për pjesën poshtë edhe një kulaç për pjesën mbi. Pra duhet të jenë kulaç pak më të mëdhaj që petat në hapen më shumë. Marrim kulaçin më të madh. Pra të parin e hollojmë kulaçin që është më i madh. Unë ju them se kjo recetë përgatitet shpejt sepse ka pak kulaç, edhe është si me përgatit një pite. A ban me provu këtë recetë? Ja vlen me provu për shkak se përgatitet shpejt lehtë, por gjithashtu po mësoj me përgatit edhe një recetë tjetër. Në fakt, kjo është edhe hera e parë që jam të përgatit, për shkak se unë kam kërku shumë receta të tilla, mirë po kjo ishte receta që mua më pëlqeu më shumë edhe vendosa me përgatit. Pra, edhe pse shumë ka pas kërkesa kur keme përgatit recetën e baklavës së Azerbejxhanit, pra është baklavë që përgatitet me arra, pra përmban shumë arra, por që ja vlen. E shtrojmë petën e parë. Tepsia duhet të jetë dykon 40-42 cm. Largojmë pra këtë pjesën që ka dalë anash. Secilën petë e lyejmë me gjalp të shkrirë.
Pasi ta kemi përgatitur dhe lyer petën e parë, vazhdojmë e hollojmë petën e dytë. Edhe tash i marrim pra kuleç që janë më të vegjël. Edhe i hollojmë krejt një nga një. Po e shikoni sa mirë shkon brume, edhe shumë shpejt përgatitet receta. E hollojmë edhe me njëherë pastaj e vendosim në tepsi. Parafërsisht keni me qel petën sa tepsia. E vendojmë petën e dytë. Edhe petën e dytë vazhdojmë e lyejmë me gjalp. Pastaj për mbushje na nevojiten 600 gram orra, 1 gotë gjysmë sheqer. Orrat dhe sheqerin vazhdojmë edhe i përzijmë mirë. Kjo është mbushja me të cilën kena me përgatit baklavën e Azerbejxhanit. Te orrat mund të shtojmë lejthia për t'i dhënë shije edhe më shumë. Pra, pasi që i kemi përzi krejt, tash e kemi gati edhe parafërsisht 4 lugë të gjellës në secilin rend do të shtojmë pra orra. Nëse doni me i shtu ma shumë orra, lirisht shtoni. Unë po i shtoj kaq nga 4 lugë të gjellës derisa të mbulojmë pra krejt sipërfaqen. E shtrojmë petën tjetër. Procedura pastaj vazhdon krejt e njëjtë. Çdo petë e lyejmë me gjalp. Orrat i shtoni sipas dëshirës ose nga 4 lugë të gjellës, edhe me dorë kështu për hapet më lehtë në krejt sipërfaqen e petës, edhe kështu derisa të përfundojmë me krejt petat. Kur do të arrijmë në petën e parafundit, atë do të ndalemi pak. Tash kemi arritur petën e parafundit, edhe do ta lyej vetëm me gjalp. Pra orra nuk i shtojmë këtu. Petës së parafundit nuk i shtoni orra, vetëm me gjalp, edhe petën e madhe të fundit tash do ta vendosim mbi. Kjo duhet me dal anash që të mbulohet mirë krejt tepsia. Largojmë skajet, furrën e shporetit e nxehim në temperaturë 150 gradë. Para se me shti baklavën me pjek. Vazhdojmë edhe baklavën e ndajmë në kuleç. Sikur e presim, sikur baklavën tradicionale. Baklavën mbi e lyejmë me të verdhën e vezës. Pra, të verdhën e vezës që e lam anash, mirë po, kjo nuk mjafton për këtë tepsi, prandaj unë përdor atë të ri të verdha të vezë. Secilit kulaç i vendosim orra. Pastaj baklavën e shtim me u pjek për gjysore në 150 gradë, pasi furra të jetë nxehur mirë. Fillimisht e pjekim në 150 gradë për 20 minuta.
e pastaj shohim se çfarë do bëjmë. Pas gjysore e largojmë edhe e lyejmë me gjalp. Por vetëm nga pak mbe pra. Me gjalp të shkrirë, vetëm nga pak mbe për shkak se secilën pejtë e kemi lyer brenda, edhe tash vetëm mbe, edhe gjithashtu mos harroni që duhet ta preni sërish nëpër ato vende që e kemi pre, pra se unë e harrova, po tash më kujtua pas pak, edhe kështu keni me ja bë me thikë që baklava të piqet sepse e kemi lyer me vezë, edhe veza ju e dini që ku bie, ku prek ajo mundet me njëherë me kap secilin kulaç njëri me tjetrin. Që pjekja të bëhet më e mirë, ne sërish ja bëjmë kështu me thikë. Vazhdojmë derisa të piqet baklava me përgatit shërbetin. Edhe për shërbet kena me përdor 2 gota sheqer edhe 1 gotë e gjysmë ujë. Një fejt limoni. Shërbetin ka me lanë me u zi nga momenti kur fillon me vlu, dikon 6 minuta deri në 7 minuta, jo ma shumë. Kështu duhet me vlu 6 deri në 7 minuta. Baklava pasi është pjekur, pra edhe 1 orë e gjys plus 30 minuta që e lam në fillim, gjithsej 2 orë, edhe tash unë e kam largu, po ja baj qështu, po i hapi pak këto vendet, edhe shërbeti është ftoft derisa baklava është pjek, baklava është e nxehtë, shërbeti është i ftohtë, edhe tash vazhdojmë ja hedhim shërbetin, por nuk do ta hedhim krejt shërbetin, vetëm kështu nga një lugë siç po e shikoni, aq, dikon 300 mililitra shërbet do t'i leni anash. Krejt në fund kam ju tregu se sa shërbet kam lanë në një gotë, edhe pasi që e kam lanë me pi shërbetin mirë, të nesërmen vazhdojmë edhe e provojmë baklavën e Azerbejxhanit. Pra, ta shohim çfarë shije ka, a ja vlen ose jo ta provoni. Pra duhet të keni kujdes gjatë pjekjes që pjesa mbi mos t'ju merr ngjyrë të zezë. Pra mbuloni me letër alumine që pjesa mbi mos t'ju bëhet shumë e zezë. Peta mbi e kësaj baklave duhet që të jetë krokante, ndërsa petët e tjera të buta. Është interesant, ama shumë e shishme. Po e provojmë shumë e mirë. Pas ka një shije shumë të mirë, bëhet pra thash petët të buta, vetëm peta mbi krokante me arra me të kënaqë. Provone sepse ja vlen, edhe me pak mund, pra përgatitet kjo baklavë. Ta shërbeti që ka mbet është kjo sasia, që unë nuk ja kam hedh krejt. Edhe tash nëse dëshironi mund t'ja hedhni mbi para se ta servoni, sa për t'i dhënë pak pamje më të mirë baklavës, ama vetëm pak, jo krejt. Edhe kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për sot. Besoj që të gjithë ata që e kanë kërkuar këtë recetë do ta provojnë edhe do të na shkruajnë në koment. Provoni edhe ju sepse ja vlen me përgatit një ëmbëlsirë pak më ndryshe. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.